të mbyllë dhe derën. 24. bis 28. Menihu është super ftoft, por hina mrena dhe këto kanë ka xet. Normalisht gjithkohë mrena xet, tu e krahasu me atë ftoftin që është jashtë, sa po hin një ambient të ngrohtë duket parajs. Të gjejmë edhe orarin, e gjeta. Nuk po mbaron shumë i madh. Mezi po gjej dalje në fakt. Po më duket se e gjeta, duket se këtu mbaron. Uroj. Se di dhe më thonë. Tani shkojmë kur është tamam dalja, po përballë të duhet. Ne të shohim tani. Marrim autobusin dhe ikim se ballë më për sa. Nëse autobusi i parë iku, të ne shojmë pysim për këtë tjetër, në do të jemi okej edhe mund të shkojmë direkt, mos të presim 10 minuta kot. Erdhi i nderuari. Kanë shkojmë me rreth të sportelit dhe paguaj te autobusi biletin. Jo ku shkojmë pyet te autobusi dhe ishin shumë weird. Dhe pastaj e mora biletën kështu fizike dhe tani erdhi autobusi, më desh prisja një i gjysore të paka shumë dhe tash do shkoj që 60 më në fund. Pa pak nërku, dhe ka marrë që dip sandwichit nga Arabia dhe të më mbushim bërë. Përshtypja parë është si në ndonjë film me këto muret nuk di dhe më thënë dhe përshtypja parë është not from this world. Shumë mistike, shumë bukur. Ka ka shumë gjuhën të perandorit dhe që kanë qatë këtu. Mas me momentin është në moshë në Ana, Santa është ju. Tani le të shkojmë për të hoteli. Dhe po i them shëstime në telefon që ktheje kokën ku dush prej këtu, është një mrekulli çdo gjë dhe me sa duket jemi shumë afër stacionit të trenit të në Rom, sa duket do jetë shumë bukur. Do jenë në rrugtimet më të bukura. A më duket veç mua apo ju duket dhe ju domo? Shikoni pak çfarë mrekullie është. Është ora 9 dhe janë gjanat akoma hap dhe është e çuditshme që tu ki pasi qërin ora 9 hap. Por kështu shkurmsohesh në Gjermani që atje nuk ka asgjë pas orës 8 hap dhe këtu për shumë mund të blesh të shka dhe të shkosh në hotel. It's weird. Recife Roma Capitale. Gati mbritet tek hoteli, domethënë është praktikisht godina tjetër. Pasa shumë dritush e thash ta filmoj pak në dritë dhe sinqerisht është një mrekulli. Pas ka shumë gjëna këtu ku jam për momentin, ndaj nuk po blej asgjë për të ngrënë, pas ka edhe market tok super normali në Itali. Dhe mbrita. Autën që këta dhe këshu bonja ime që ka dalë më shumë se ç'duhet, por who cares. Dhe tani tipu se jam lodh. Fakt nuk jam lodh shumë, por thjesht jam dehidratu, buzët më janë dehidratu, thjesht du me hek teshat edhe mushtri. Dhe me takunianin, o zot o vdes. Ka që vjet në prill që se kam taku dhe
Më ka marrë malli. Në mirë, bot fala kush pepet, ciao. Nejse, kjo është trati, i na quj na bagati. Pamja nga dritarja, dallohet se jena në Itali. Edhe dhoma është kjo këtu, pavarësisht se kemi pak rëmuj. Dhe banjoja, edhe bethrumi. Është dhomë e vogël, por na mjafton. Kjo jam unë me fustanin më të bukur që kam për momentin, është nga Inamer dhe është dashuri. Nuk e di të më thonë, unë jam këtu që po ha një mandarin, kam vesh atlete poshtë, edhe shikoni pak fustanin, nuk di të më thonë. Jena bashkë, dhe nuk e besaj hala. Rüya gibi gözüküyor dedim. İşte ama It's not a dream. it's not a dream and I cannot believe. Bak işte Zuhata Dora. O kadar. That's all. That's all. It's okay, don't worry. Yani bilmeyenler de var. Ya tabii ki bilmeyen de var. Bilmeyenler de var. Mëngjesi i parë shkoj jo aq mirë sa duhet. Kemi cappuccino lëng portokallit në shishe si amita edhe croissant, por jo i dukuri, sepse nuk kena mësuar me hangër croissant në pikë sabahit. Tabii ki de sevmedim, naturally diyecektim. Tabii ki de sevmedim. Yani bu kahvaltı değil. Bu kahvaltıdan sonra dışarı çıkacaksın, içeceksin. Kahvenin yanında croissant. İtalya'da kahvaltı bu olabilir ama eğer ben kahvaltılı bir otelde kalıyorsam bu kahvaltı Yok, bu değil. kahvaltı değil. İşte biz de kahvaltılı bir otelde kalıyoruz ama bu asla kahvaltı değil. Arnavutçası şimdi yani ne qëndrojmë në hotel që ka dhe mëngjesin, por ky nuk është mëngjes, domethënë. Në asnjë vend nuk ka qenë mëngjesi kështu. Por, okay, hajde. Bir daha bedel. Po ecim në stacionin e trenit këtu, se ngatruam rrugë. Edhe i rrona përmes, por mirë që e pame, se kanë ka si mërkat e madhe me shumë dyqane. Kendine gel ya. Daha gördün sen bunları. Diyeceğim ki keşke sen de olsaydın. Hadi geç. Geç oraya kadar. Evet, seni de çekeceğim. Canım istemiyorum. Koşuyoruz şu an. Bıyıkları ve yazlı tavanıyla ünlüymüş. Ya hiçbir şey dinlemiyorum çünkü adam konuşuyor Evet işte az önce dikkatimi kulağımda. dağıttı. Santa Maria yazıyor. Kaç yüz Yüzünden biri bir şey yazdı. böyle buradayız şimdi. Ky vlog është bo një lamsh me shqip, turqisht, anglisht. Po kush do me kuptu, kush i kuptojnë, le t'i kuptojnë, se kam mend me vu titra, se është shumë punë e lodhshme. Ben de diyorum ki bu vlog karışık bir şey oldu. Yani Türkçesi, İngilizcesi ama Bizim arkadaşımız altyazıyla hiç uğraşamam çünkü çok iş istiyor. Kim ne anlarsa onu anlasın. Evet. Uğraşmayın. Evet, bence de. Bunun yarı fiyatı olamaz. Kjo kisha qenë ka shumë e bukur dhe sinqerisht nuk do mjaftonte dita apo java për ta pa. Var mı öyle bir şey? Erdhëm në Kolezium, jemi rreth e rrotull, këtu ka dhe njerëz të çuditshëm, por Koleziumi është shumë i bukur. Këtu nuk mund të hipi për me bë foto, por njerëzit kanë mundimin me hipi, o jam me fustan dhe nuk e kam mend të hipi aty, por po pres që të lejohet ky vendi këtu dhe të bëj një foto këtu. Dibine gittiğinde de çeker. Evet, ve benim Seruna ihtiyacım yok. Burada benim bir arkadaşım var. O her şeyi biliyor, her şeyi anlatıyor. Jam e ka marr not për çdo gjë që ja këtu në pa. Edhe ka shkruar çdo gjë domethënë me detaje
me vite i ka piketu gjona që kena me po edhe i din shumicën e gjonave që jena tu po qa është, se është e kasht i ka ndru dhe për mi të regon tëra, për s'kam nevoj për guid, hiq se e kam. Këtu kam Nihanin, normalisht kam Sametin, kështu që guide i tjacım yok diyorum çünkü o Samet normalde var, o bunu yapıyor. Milattan sonra 72. 80. yüzyıllarda yapılmış. Yeah, of course. Nihan şu an fotoğraf çekiyor onlarda. Çok güzel çünkü insanlar burada hiç çekinmiyor şey. Galiba biraz güven gösteriyoruz onlara. Neyse Türkçe konuşuyorum. Shkruajmë bëjmë foto një qise të mrapa, ndërkohë që po shëtisim pak të pisa oborrit të Koliseut. Nuk e di do himran, sepse besoj se tonë mallështinë ka momentalisht për foto prej jashtë, por është shumë cute. Neymiş bir daha? Kolezyum, gladyatör dövüşleri, Evet. hayvan avları ve tiyatro ve benzeri gösterilerin yapıldığı büyük bir alan. Evet ve bu kaldırım Arnavut kaldırımı değil, çok kötü. Evet değil, Arnavut kaldırımları daha zarif. Evet tabii ki lütfen. Sağımızda da Roma Forumu var. Oraya dolaşabilir miyiz? Tam emin değilim. Ücretli mi ücretsiz? Onun girişi burada. Roma Forumu'nda da zamanında yani milattan önce 7. yüzyıldan milattan sonra 4. yüzyıla kadar. Bunların İngilizce çeviremem, çok zor. Ben de zaten uğraşmayacağım. Siyasi, ticari, dini ve sosyal merkezmiş. Yani insanların dolaştığı, gezdiği alan bu alan. Öyle düşün. Şimdi nasıl çarşıya gidiyorsan onlar da zamanında Roma Forumu'na geliyorlarmış. Senato binası burada, tapınaklar buradaymış, Adalet Sarayı buradaymış. Siyasi, ticari, dini ve sosyalleşme merkeziymiş burası. Ay, sanki guide'le geziyorum gibi geliyor valla şu an bana. Çünkü her şey yani söylüyor Nihal. O yüzden benim söyleyeceğim bir şey yok yani. Sadece tadımı çıkarıyorum. Mükemmel. Senin yerinde olmak isterdim. Yok ya olamazsın çünkü sen bunu böyle benim gibi böyle hiçbir şey umursamayarak gezmeyi sevmezsin. Evet. Yok öyle Gezdiğim hiç yerin olmaz. Ne olduğunu bilerek gezmen lazım. Evet aynen. O yüzden benim yerimde hiç olamazsın kuzum benim. Po dhe që Kulezumja është përdor dihet ma për këto shfaqjet me kuaj, garat e bla bla bla. Ndërsa pjesa akne mrapa që është si tip qendra sociale që e kanë përdor për gjërat sociale në atë kohë. Jo morament me lëvizjet e mia, por pamja është shumë e bukur. Pa që t'rregoj edhe kështu. Është cute. İspanya'dan parçası var. Evet, bu Almanya'yı full almış. Ya bu kocaman bir Roma İmparatorluğu. në Rom ka kaq shumë gjëra me pa dhe duket sikur je në një muze për smarit. Okey, dalgalanıyor şu an bayrağımız. Arkadaşım şu an çekiyor. Neyse, duket vedi sikur je në një muze në qytet. Komplet qyteti është fantastik. Për atë që e kam parë më para, ndoshta ju duket sikur nuk po them një gjë interesante, po për mua që e shoh për herë të parë, është shumë interesante dhe duket sikur jetu në të kohën e vjetër dhe jo në ditë sot, në fakt sepse çdo ndërtesë ka një histori dhe ka diçka për të treguar, po ka një frym tjetër shkurt muhabeti. Është fantastike dhe sinqerisht shqyr që erdhëm dhe şükür që në bashkoj Zotin në Romin. Düşünsene yıllar öncesindesin. Evet. Burada yaşıyorsun. Buralarda dolaşıyorsun. Bir de şu- Pazarı burada kuruyorsun. Evet. Ama yer küçük gibi bir şey yani. Ama o Mesela zaman zaten az insan vardı. evet. Şu anki kadar kalabalık değil. Çünkü herkes mesela burada yaşamıyordu ki. Evet. Yani Roma'da yaşayanlar elit gibi bir şey. Tabii. Böyle yerler var ve bizim bugün de yani 2025'te yapılan binaları düşün. Mesela 100 yıl sonra Güzel. siyaset nefret ediyorum siyasetten. E tashni hani ashtu bë një ndër gjërat që këto turqit ju besojnë dhe Nihan bu şey Göbekba inancı neydi? Yani Batıl inanç. ha? Batıl inanç. Batıl inancı biliyorum da yani anlamı neydi? Yani şimdi şu an burada gömüyorsun. Paranı nereye gömersen ya da işte Bağlım- iyi bir yere göm ki kaderi de orası gibi güzel olsun. Hani mesela
Roma sanat ülkesi ya. Atıyorum Evet. sanatçı bir kız olsun gibi. Aa, Anladın mı? Gidip de anladım. çöplüğe atmak yerine böyle iyi bir yere gömmek istedik gibi. Hani kaderi orayla birleşsin. Ama tam oraya da yapma da ya, başka biraz içeride de yap. T'ju tregoj kështu. Në Turqi njerëzit kanë një bidat ose një besytni që kur lind fëmia atë kërthizën nuk e hedhin kosh, por e vën dikun dhe. Nuk e di nga ana shpirtërore apo nga ana psikologjike a ka diçka të vërtetë në këtë, por kështu e besojnë to dhe kështu e bëjnë. Dhe shoqës time i ka lënë amanet një nga shoqet e saj të ngushta, nuk e di a shikojnë atë, po e vën në poshtë pemës. I ka lënë amanet që ta fusë ndhej në Rom dhe kjo thjesht po çon amanetin vend sapo e kryvi dhe është shumë e lumtur që e kryvi. Dhe Ben inanmıyorum bu. ne nuk e besojmë si gjë, po thënë që ajo ja ka lënë amanet, domethënë ka thonë që më e bë thjesht e bani. Dhe këtë e kanë si besytni në Turqi. E grupos atë kërthizën në një vend që mund të bëhet njeriu si ajo, për shembull, si Roma, me art apo me bukuri të jashtëzakonshme. Dhe kështu, një hani e kryvi dhe kështu. Thjesht po ju tregoj për informacion nëse e besojnë, dhe ne nuk besojmë të gjëra. Kemi këtë super pamje. Urat. Këto janë, po i themi si të spit e muslimanëve, por janë për të krishterë dhe në këtë moment mu më erdhi në mendje gjithë fëmijëria. Bak mesela bu boncuklarla biz çalışmıştık. Şu boncuklarla da çalışmıştık. Bunlar da. Pra që nuk e di, urat, një pjesë e uratëve prodhohen në Shqipëri dhe unë kam punu urat. Pra praktikisht unë kam bërë këtë që shikoni këtu. E kam punu komplet dhe e di që si ta punoj komplet këtë gjërë. Është e çmuar për të krishterët, por kur kemi qenë fëmijë ne kemi punu këtë. Do të thite çuditshme për njerëzit që dëgjojnë për momentin, por atëherë nuk kam qenë në besim apo nuk kam qenë praktikante e rregullt, i them kështu, e fesë islame dhe kur kam qenë fëmijë pra unë i kam punu. Jashtëzakonisht shumë njerëz, sinqerisht edhe më afru të sikletos, por do gjejmë një mënyrë që të afrohemi, të bëjmë një foto të bukur sepse spoti kanë qenë shumë e bukur. Sırada değiliz asla. Sırada çok uzun. Sırayı beklemiyoruz. Sadece Trevi'yi izliyoruz şu an ve onunla bakışıyoruz. Neden aşk çeşmesi diyorlar ki buna Türkiye'de? Aşk çeşmesi mi? Evet, Türkiye'de aşk çeşmesi diyorlar. Ama Trevi çeşmesi. Bakayım ne zaman ne için. ...1929. Bu suyun kaynağı nere mesela? Bu su doğal kaynak suyu mu, yapay mı? Bence de çünkü fontan zaten şeydi. Yapay. Şadırvan gibi bir şeymiş. O yüzden Türkçesini bilmiyorum neydi. Biz de şadırvan diyoruz yani içinde bir su gelecek yani. Büyük ihtimalle bir şey var yerin içinde. Kanal, doğal kaynak da olabilir. Ama yani bence öyle olması gerekiyor yoksa bu kadar su nereye gidecek? Ama ne kadar güzel. Harika bir mimari ya. Harika bir mimar, harika bir sanat, harika bir heykel. Yani o oluşu çok bana hayran bıraktırıyor şu an. Ya her şey incisine kadar düşünmüş yani. Düşünülmüş aslında. Düşünsene o zamanlarla bunu yapmaktan başka yapacakları iş yoktu. Ama ne kadar güzel bir şey yani. Yani şimdi mesela bizim yaptığımız işlerden hangisi kalacak mesela?
Hani tabii ki mesela mimarlar falan ya da heykeltıraşlar falan hala vardır ama bu kadar incesi Bunlar için yapılmış. ama bu kadar incesine kadar yani bence her şey düşünülmüş. Nerede kağıt, nerede kağıt diyor, nerede yaprak, nerede insan, nerede çizim, penceredeki kolonlar falan, o yapraklar, içindeki tablo. Ne yapalım ben? Çok güzel. Po tregoj për arkitekturën dhe se e kanë bërë, se e kanë menduar në detajin më të vogël, ku duhet vendos gjetja, ku duhet vendos pigjerja, ku duhet vendos ato kubet e pigjerë, domethënë është fantastike dhe sinqerisht është Olan institucion Turqi, domethënë më mirë se sa duhet, është shumë më mirë se sa duhet. Dhe është fantastike të shikosh si një vepër e tillë, ta vitosh nga afër dhe shikosh si një vepër e tillë domethënë ka qëndruar me vite dhe ndërkohë veprat që kemi nuk është se janë të këtij lloji niveli për shembull. Allah'ım ben buna öldüm. Shumë pamjet të bukura. Ai çok smakën e shkruar. Tane olmuş. Shi sezonu ja. Është pa mundur të jesh në një cep dhe mos kesh diçka për të parë. Për shembull këto kolona këtu. Büyük ya. Ay ben kendimi çekiyormuşum. Sa të mëdha janë kolonat dhe sinqerisht kur I shikon thu si kanë mërtuar zot. Mihalko. Hello. Günah dedim. Ay ama sokaklar çok güzel. Dışarıdan oturmak istedim. Tanë ditën kena prit me ardhë ky vend to. Dhe nuk ka një më shumë të nson që I kam me hangër të për momentin. Shqenë me kanë më përpara këtu edhe erdhme. Mihal. Ardhme Sakallı bir adam var. Net ardhme. Net. Olabilir. İşte kena tonë një që presim me ardhë këtu. Makedonyalı gibi gözüküyor. Evet. Hadi anne, anne biz anne. Söyle ya adama gördüğünde gelsin pizza yiyelim. Dolem nga ky restoranti dhe tani po ikim deri Panteonit. Ne dolem nga restoranti, unë hangra makarona me tartuf, emrin fix nuk ja u di, por ishin shumë të mira. Një hani mori makarona me pesto, nga ato që janë si tip si gjate, t'i them kështu, por ishin sheshe shumë e mira dhe ishin shqiptar, kështu që ishte një eksperiencë shumë cute. Edhe na kishin bërë pak zbritje, por eksperienca është ajo që vlen fundit. Şimdilik. Te kjo video kemi pasur sa më shumë vetëm një hanin, sepse kjo desh përpara. Aynanın sırası burası istiyorsan. Bu kadar güzellik de fazla ya. Nasıl? Video mu çekiyorsun? Yanlışlıkla Ama YouTube'u oluverdi. çekmiyorsun şu an bu kare küçük. Bu bizim için. Öf. Olsun, Arkada da orada hatıra Pantheon. kalır. Herkes bizler ve bizi beğenir, orada kutlanır. Ben buraya daha önce girmiştim o yüzden girmeyeceğim. Ben hiç girmiyorum çünkü bu dışarıda beklemek zorunda. O yüzden ben de O da ben beklemeyeyim diye girmek ben de istedim. tek orada sıkılırım. O yüzden bu boşuna beklemesin burada. O yüzden hemen burada dolaşıp bir şey içip
Şimdi şu an şarap içeceğiz. Ama İçmeyeceğiz diyorum, anlamıyor. Kahve içeceğiz. Bir şey alıp oturacağız, yiyeceğiz. Ve ondan sonra uyumaya, çünkü yarın uzun bir gün bekliyor bizi. Acaba nereye gideceğiz yarın? Ay işte o konuşuyor, ben konuşamıyorum. Zaten Türkçem bozuk, ben bozukum zaten. Manyak. €40 ve €2 vermesi gerekiyor. Tiramisu nefammış mën nga këtu size, që është ai çani aty mbrapa nesh. Dhe kishte një rrallë, vaj gitmalle. Beni deli ediyor. Yok, yürüyemem. Yok, ağrıdı. Ay, beni çok yordun diyor bana. Allah, ne yapacakmış acaba? Ne diye gelmiş acaba Roma'ya? Yatmaya geldi herhalde. Yok, aslında yatacak vaktim olmadı. Kahve içmedi ya, kahve içmedi. 3 kere dedim ki gel şurada içelim. 3 kere. Dedi ki yok şimdi değil. Yok burada değil. Yok şimdi değil. Dedim ki bir yer seç ve oraya gidelim. Ben bilmiyorum ki hiçbir yer. Öyle diyor. Araştırıp gelseydin. Allah Allah. Ben nereden bileyim senin bu kadar kahve meraklısı. Çok güzel var diye. Tam ben kahve içecek yerler de ayarladım. Beğenmedi hiçbirini. Hepsine bir bahane buldu. Deli etti beni ya. En azından tiramisu yedin ya. Of, o çok güzeldi ya. Evet. Two size'lı tiramisu yedim. Ben karamelli yedim ve bence harikaydı. Kesinlikle bence siz de Şimdi denemelisiniz. bu videodan herkes nefret edecek. Çeviri mi benden. isteyecekler? Çünkü yok nefret edecek. Çünkü üç dil bir anda. Çok yani. Ama anlayanlar anlar artık. Yapacak bir şey yok. Kusura bakmasın, bu da benim... Bu arada eyelinerım çok güzel. Yorum yapın. Ya evet vallahi. Çok güzel çekmişim. Çok güzel. Gerçekten çok güzel yapıyor ya. Kesinlikle. Ben beceremiyorum çünkü. Kaç kere denedim bugün, olmadı. O yüzden söyleyeyim. Neyse kapatıyorum ya. Bence de kapat.